po rikujtoj se si janë përballur kroatët, edhe komuniteti serb brenda Kosovës është pjesë e një afati të caktuar, deri në çfarë niveli ata duhen, deri në çfarë kohë duhen të normalizohen, dhe unë mendoj që koha e tyre po kalon dhe komuniteti ndërkombëtar do t'i jap të drejtë Kosovës ta ndryshojë kushtetutën dhe ta shpallë atë si shtet i kombit shqiptar dhe i pakicave lojale dhe demokracia të jetë funksionale. Po tani për tani presioni dhe kërkesa kryesore dhe Bashkimit Evropian, besoj i keni parë në raportet e fundit në konkluzionet e Këshillit Evropian, është asociacioni, zbatimi i marrëveshjes së Brukselit dhe të Ohrit, të cilat janë nënshkruar nga zoti Kurti. Edhe Shtetet e Bashkuara kërkojnë të njëjtën gjë. Mund ta shtyjë në kohë zoti Kurti, mund të kërkojë një konsensus edhe politik, sepse duket se ka pasur një ndryshim shumë të madh në retorikën dhe në gjuhën e kryeministrit në detyrë të Kosovës gjatë kësaj fushate elektorale, ndryshe nga ç'emi mësuar më përpara, edhe në fjalimin që mbajti mbas fitores. Kosova, populli shqiptar në Kosovë nuk lejoj coptimin e territorit të vet dhe shqiptarët e Kosovës nuk do ta themelojnë asociacionin në asnjë lloj forme, e sidomos atë asociacion me kompetenca ekzekutive. Ky diskurs ka përfunduar, ka vdekur për gjithmonë. Asociacioni do të themelohet në momentin kur si themi brumi kombëtar në Kosovë të mos ekzistojë më. Por për aq kohë sa brenda popullit shqiptar në Kosovë rreth një damar i kombëtarizmit, ai asociacion nuk do të themelohet, e leqën nuk do të themelohet, por asnjë politikan nuk është i sigurt nga popullata, nga populli i Kosovës nëse e themelon asociacionin. Ata e dinë që do të jetë çështje koke themelimi i atij kanceri i cili e garanton shkëputjen e territorit të veriut. Dhe nuk është në gjendje ta bëjë askush dhe nuk do të lejojë populli i Kosovës që kjo të ndodhë. A do të ndihmohet zoti Kurti apo do të vinë edhe lider të tjerë që e heqin përgjithmonë nga tavolina këtë çështje, është çështje si themi e veprimeve të zgjuara, më të mençura ose me më pak kosto, por asociacioni nuk ka për të ndodhur asnjëherë. Edhe një pyetje të fundit kam, zgjedhja e presidentit është një tjetër sfidë e zotit Kurti në këtë mandat që pritet të nisë së shpejti me përfundimin e numërimit të gjitha votave tashmë dhe diasporës dhe ato me kusht. Ditën e djeshme ai tha se fillimisht do të bisedojë me presidenten Vjosa Osmani. Shpreson që zonja Osmani mund të binë LDK-n për një koalicion, të jap votat për presidente. Unë mendoj që politika bllokuese e partive opozitare e ka marrë përgjigjen e duhur dhe tashmë tani nuk është se ishte vetëm opozita bllokuese, se tani kur i kërkon votën dikujt nuk mund të imponohesh, o këtë o s'ka. Politika është arti i kompromisit, apo jo? I të gjithëve. Sërish do t'i duhet zotit Kurti kompromis. Zoti Kurti ja u tha që dje e ka kuptuar që duhet kompromis për të miratuar ligjet, duhet kompromis për presidentin, pra nuk ka imponim. Se ndryshe do vazhdosh të jesh, të vazhdosh të qeverisësh, po problemi është se si do qeverisësh dhe kë do qeverisësh, se kthehesh në kohën e Enver Hoxhës pastaj i izoluar edhe. Fjala kompromis që përdoni ju në studiot në Shqipëri, në Kosovë do të thotë pazare. Dhe pazare në interes në kurriz të interesit kombëtar nuk ka dhe nuk lejohet. Ajo që ju i thoni kompromis në gjuhën e moderuar të gazetarisë në Kosovë e përsëris në kupton pazar politik, dhe pazar politik nuk duhet të ketë më. Ne jemi të lodhur që nga themelimi i listës serbe, nga fuqia që ka marrë Kisha Ortodokse brenda Kosovës, nga të drejtat të rezervuara, nga qindra mira lëshime që i ka. Se ka ndryshuar gjë në 5 vite që ishte zoti Kurti me gjithë premtimet që bëri. Vazhdon të jetë, ka marrë edhe manastirin, ka marrë edhe sipërfaqe Kisha Ortodokse serbe që ja dha zoti Kurti. Edhe një herë, Kosova ka fituar në kohën e qeverisjes Kurti dhe nuk janë për t'ia bërë avokatin atij, por për ta thënë realitetin. Po çfarë ka fituar pra këtë jam duke thënë, në veri të Kosovës qeveris lista serbe, 10 vende në parlamenti fitoi lista serbe, as Nenad Rashić që ishte brenda qeveris nuk arriti të marrë as mandatin në këtë zgjedhje. Pra, jemi kthyer aty ku ishim para 5 vjetësh.
Jo, nuk kemi kthyer aty ku ishim para 5 vjetësh, e kemi shtrirë sovranitetin e shtetit. Tani policia atje ka qenë, madje kanë qenë edhe policët serb tani, se kjo gjëja e sovranitetit, këto janë populizma, besoj ti e di shumë mirë këtë gjë. Unë ju bëj, jo, unë e një realitetin e shëtizë. Po edhe unë e njoh realitetin shumë mirë, se kam qenë edhe përpara në veri të Kosovës, se për fat të mirë është edhe kulla i Sabolitinit atje edhe. Kam qenë atje, kam vizituar, kam qenë edhe në Zvečan, kam pa edhe policin, kam pas edhe policë serb që duhet tani t'i ktheni prapë në institucione, edhe serbët në gjukata, tani absolutisht, do me thënë po më... Po, tani se do me disa gjëra duhet edhe t'i pranojmë, se t'jemi edhe... Se ka shqiptarë që kanë jetuar atje dhe kanë parë, është tjetër gjë populizmi dhe tjetër gjë flasim realitetin. Se kanë baruar dhe zgjedhjet tani, kështu që nuk ndikojmë. Të qartësojmë disa gjëra. Politika, angazhimi, diplomacia, kostoja madhe dhe investimet që janë bërë madje nga buxheti i Kosovës për të lëbuar në projektin e ndarjes së Kosovës është mbyllur. Kjo është një fitore historike e kombit shqiptar. Kufiri verior i Shqipërisë është mbrojtur dhe kjo është rezultati i jashtëzakonshëm. Në ndim, nuk është çështje e populizmave ose e gjërave të tjera. Kemi qenë aty edhe me zotin Haradinaj kur e ka kundërshtuar projektin e ndarjes së Kosovës. Pra, nuk është çështje se ne pozicionohemi me zotin Kurti për këtë ose për atë, por pozicionohemi me politikën e drejtë e cila shkon në interesin e Kosovës. Kritikat janë të pranueshme, por duhet të pranohet rezultati. Projekti i ndarjes së Rezultati nuk e diskuton njeri rezultatin e zotit Kurti. Ne shpresojmë që të ketë sa më shumë sukses, po ne po diskutojmë për sfidat që ka përpara. Sfidat janë, e thash edhe një, sfidat janë që të bindim faktorin ndërkombëtar, të na lejoj të ndërmarrim veprime që e ndryshojnë konstitutën, sepse është e rëndësishme që gjithkush të fitojë me votë dhe ajo që desha të them është shteti i Kosovës as nuk ka pasur, as nuk ka dhe as nuk do të ketë organizim kundër serbëve në Kosovë për shkak të përkatësisë së tyre. Shteti i Kosovës angazhohet kundër çdo veprimi jo ligjor, pa marrë parasysh a vjen nga serbët apo nga shqiptarët, kundër çdo terrorizmi, pavarësisht nga kush vjen dhe kundër çdo veprimtarie jo ligjore. Dhe në këtë kuptim, ndërmarrjet e shtetit të Kosovës në veri nuk drejtohen kundër komunitetit serb, por drejtohen kundër veprimeve dhe asaj katrahurës që mbizotronte domethënë. Çështja është e thjeshtë, nuk jemi kundër serbëve në Kosovë, por jemi kundër shtetit të Serbisë brenda Kosovës. Dhe në këtë kuptim, kjo fitore mendoj që do t'i shërbejë Kosovës për të ndihmuar ta ndryshojmë edhe kushtetutën dhe serbët të fitojnë mandatën e tyre vetëm me votë e jo të dirigjohen drejt për drejt nga shteti i Serbisë pafatësisht. Edhe pakicat e tjera, se i kanë të dyja të rezervuara vendet. Pa vot. E vetmja logjik e vota e vendeve të rezervuara shkon në dobi të shtetit të Kosovës është vota e rezervuar për diasporën, sepse është një numër jashtëzakonisht i madh i shqiptarëve. Dhe për të mos i politizuar dhe ndarë në diasporë shqiptarët, shteti i Kosovës do të duhej të krijonte vende të rezervuara për ta. Pjesa tjetër në Kosovë duhet të marrë votën, duhet të marrë mandatët në atë të numrit. Faleminderit shumë që ishe sot me ne. Faleminderit edhe juve, urime edhe shqiptarëve të Shqipërisë që janë gëzuar me këtë rezultat në Kosovë. Ne jemi mirë kur është mirë Kosova. Faleminderit shumë. Faleminderit. Shkëputëm për një hapësirë publicitare.